A ka të drejtë Mustafa Nano? Në një intervistë, ai u shpreh se nëse duan të rrëzojnë Edi Ramën, protestuesit nuk duhet të përdorin dhunë gjatë protestave, pasi të vetme gjë që Edi Rama ka frikë janë protestat paqësore, pasi marrin pjesë masivisht familjar, pensionistë, të cilët kanë më shumë arsye për të protestuar kundër Edi Ramës. Por dhuna në protest i shërben vetëm atij, pasi me dhunë as ndërkombëtarët nuk do e mbështesin protestën dhe as familjarët, ata që e vuajnë më shumë rritjen e çmimeve, si dhe pensionistët. Prandaj, ai mendon se për shkallëzimi i dhunës në protesta, thjesht do ta mbajë akoma më gjatë në pushtet Edi Rama. Duhen vetëm protestat paqësore dhe masivisht. Ju si mendoni? A mund të largohet Edi Rama në këtë lloj mënyre, apo duhet presim zgjedhjet e 2029-s? Mendimi juaj cili është?